nëse më lejon, patjetër. Të lexoj një letër të shkrimtarit madh të kombit tonë, Fej Konica, një intelektual dhe personalitet i jashtëzakonshëm, i padiskutueshëm, njëri që ka qëndruar 13 vjet ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që ka qenë kapilan i trupit diplomatik jashtë shtetit, kur në Shqipëri, pothuajse pak metra rrugë mund t'i kishim me asfalt. Por atë nuk e pengonte, drita e mendjes tij me dhanë mendime për Shqipërinë, për kombin dhe për botën. Na mbush këtë kuriozitet. Konica i shkruan Nolit: "Zogu na mundi se ishte më i Zoti se ne. Ahmet Zogu, nga ana tjetër, me instinktin genial të tij, e vuri turmën në një disiplinë, e cila sa do e mërzitshme që është ajo, është më dobishme se anarkia jonë. Zogu i mirë dhe zogu i lig është mundës. Ne më të mirë se ai jemi të mundur. I mirë e i lig zogu ka fituar besimin e popullit dhe jashtë besimin e fuqive të mëdha. Ne më të mirë se ai s'kemi ditur të fitojmë besimin e kërkuit. Mund të urrejmë zogun, por duhet ta njohim se është shumë më i Zoti se ne. Në Amerikë ka një zakon që i munduri i shtrëngon duart me fituesin. Po ne si jemi Amerikanë, të rrahur dhe jo të kënaqur. Neve s'na pëlqen të heshtim, por duam të dalim në merkat dhe të zem vajtimet. Mendjen drituri Fej Konica është në një realitet në vitin 1924, por që përputhet plotësisht me realitetin e sotëm.